Por dua të ndalem pak tek reforma territoriale, meqense është shumë aktuale dhe ka shumë debate, diskutime. Çfarë po ndodh me të dhe jeni për ulje të numrit apo jo? Atëherë, unë kam qenë edhe pjesë e Komisionit Ndarjes Territoriale Administrative në fakt. Edhe komisioni e përmbylli misionin e tij në mujor që kishim në parlament. Me thënë të drejtën, filloi e gjithë puna aty u bë një punë jashtëzakonshme, mund ta them këtë histori, edhe ishte për herë të parë në fakt, edhe kjo për merit edhe të dy bashkëdrejtues dhe bashkëkryetarëve të komisionit, si zotit Mazniku ashtu edhe zotit Boçi, që ishte era parë që dy parti politike dalin së bashku në qendrat e çarqeve për të dëgjuar opinionet e qytetarëve, të ish zgjedhurve, të zgjedhurve mbi gjithë këtë procedurë. Pra, shkuan bashkë, kishte një masivitet pjesëmarrje, interesi ishte i lartë në fakt, edhe diskutimet atje pavarësisht se aty ku ka sasi, cilësia pastaj normalisht që nuk është e njëjtë, por ama kishte diskutime shumë diskutime. Për sa i përket pjesës së asaj se si u përmbyll, sepse ndoshta kjo është edhe pjesa e pikës ku juve po më drejtoni pyetjen. Në fund fare kishte ardhur një moment që disa pika të kalendarit nuk ishin zgjaruar. Konkretisht po them dëgjesa në qarkun e Korçës, mungesa disa kryetarëve të bashkive aty. Por këto vonesa në fakt erdhën si pasojë e shtyrjes së kohës, e shtyrjes së afateve nga ana e opozitës në përpjesëmarrjen qoftë edhe në miratimin e një kalendari. Pra praktikisht ato pikat të cilat nuk u zgjaruan nuk ishin thelbësore. Ajo që ishte thelbësore në fakt mendoj se ishte puna dinamike e dy pjesëve të ekspertëve, të cilët në fakt kishin bërë një punë voluminoze, një punë shumë të mirë. Në fakt, të dyja palët, pavarësisht se ne nuk patëm mundësinë që të njohim një raport të palës së ekspertëve nga ana e opozitës, në momentin që ne gjëja e parë që kemi diskutuar që nga fillimi ishte që ne që të bëjmë një reformë territoriale, cilësore, kemi afate për të kapë, që duhet kapet treni i këtyre zgjedhjeve në formën që këto zgjedhje që afate fundi duhet të jetë tetori nëntori maksimum. 6 muaj para maksimumi tetori nëntori. Pra praktikisht kishte afat për hartën territoriale, për ndarjen e hartës territoriale, pastaj edhe për kompetencat, por për historinë e kompetencave pastaj mund të kishte edhe një vit më shumë. Sepse për diskutuar për kompetencat, kompetencat në fakt, ndërhyrjet te ligji 2015-s. Ata kishin kohë për të bërë më tepër. Kishin prap kohë, kurse pjesa e reformës nuk kishte, ishim limitet kohës. Edhe pjesa decisive në fakt, sepse ne kemi diskutuar pjesën politike, por ama pjesa e ekspertëve që është pjesa decisive, aty nuk kishte një dakordsi nga ana e opozitës, e cila edhe u largua nga komisioni. Ne normalisht pastaj në bazë të kompetencave që kishte komisioni, kemi paraqitur raportin ton nga pala e komisionit të majorancës, ku kemi bërë propozimet tona për hartën. Besoj se sot do konkludohet, është diçka thjesht procedurale tashmë që Partia Socialiste. Sa është numri që propozoni, Ermal? Domethënë nga 61 që është aktualisht, sa propozoni? Ajo që nëse mund të thuhet gjithmonë, besoj se në raportin përfundimtar do mbahet një qëndrim qoftë edhe politik nga drejtuesi bashkëdrejtuesi i Komisionit Reformës Administrative dhe Territoriale, i cili do të jetë pastaj edhe shtërrues në gjithë atë çka do përmbajë ajo reformë territoriale. Ndërkohë, të gjithë ata që e kanë ndjekur reformën territoriale, diskutimet për ta ribërë atë, unë jam ata gazetar që kam qenë 2015 e kam ndjek me shumë detaje çfarë bën atë periudhë kohe. U tha që do kishte kursim, do kishte shumë përfitime, etj. Dështoi diçka që duhet ripar pra nga reforma 2015-s apo çfarë? Pse duhet i ribërë kjo reformë? Reforma 2014-s ka pas një anetimim nga ana e opozitës si një ndarje politike. Edhe nuk mori pjesë për të së vërtetës. Nuk mori pjesë. Kurse nga ana e majorancës ka pas një shpjegim në fakt në numra dhe në fakte se si ka funksionuar. Pra, në qoftë se politikisht rreth e muajit si një reformë dështuar nga ana e majorancës
tregoj me numra se si ajo reform ishte, me të thënë të drejtën, diçka shumë e nevojshme për Shqipërinë, për shtetin. Pra, e para punës, nëse do flasim me terma dhe me numra konkret, mund të themi se ka një rritje të ndjeshme të investimeve në zonë nga vetë bashkitë, pra nga vetë financimet e bashkive, nga buxheti i tyre. Ka një rënje të jashtëzakonshme të numrit të punonjësve të aparatit. Pra, praktikisht po t'jap vetëm një shembull, Bashkia e Lezhës. Po kam qenë sekretar bashkie. Në qoftë se ne marrim punonjësit që kishte atëherë në kohën e komunave, numri i aparatit thuajse është ulur me 70%. Edhe këtu po flasim për njësitë të veçërisë vendore, ne e dimë shumë mirë se historikun se si kanë funksionuar njësitë e veçërisë vendore në Shqipëri. Pra praktikisht kishim të punësuar njerëz që merrshin rrogën pa shkuar te puna, sikur se kishim njerëz që merrshin rrogën duke shkuar te puna, por ama rrogën e merrshin për një ditë, ose kur s'kishte lekë merrshin pas 3 muajve të dy për një herë. Trajtoheshin njësoj. Pra praktikisht duke bërë sot një aparat më funksional, duke bërë sot një bashki me kompetenca, por se kompetenca nuk është vetëm një akt ligjor apo një procedurë që diçka që i jepet njësisë administrative apo njësisë veçërisë vendore. Është edhe buxhet. Pra ti mund të orientosh 1, 2, 3, 4 politika, por ama sa zoja je ti që të bësh të furnizosh me politika, të influencosh me politika e cila pastaj konkludon edhe me një farë pasurimi të buxhetit, që ti jesh kompetente, ti jetë kompetente për punët tuaja. Gjithashtu pastaj edhe duke rrit edhe mundësinë e kapacitetet njerëzore administrative që kanë atje. Për çën me zoti për të bërë projekte, për çën me zoti për të thithë projekte. Sot e kemi qartë për shembullin e Bashkisë Lezhës për shembull. Shembulli i Bashkisë Lezhës, Bashkia e Lezhës ka marrë shumë financime sepse ka shumë konkurruese në projektet që çon. Jo vetëm në qeveri, jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe buxhetet huaja. Janë bërë shumë punë në Lezhë nga projektet konkurruese që ka pas. A do e kishte bërë këtë Bashkia e Lezhës më përpara kur kishte komuna apo bashkia vogël? Ai kishte kapacitetet njerëzore. Pra, thjeshtësisht, burimet më të mira njerëzore të gjithë territorit të Bashkisë Lezhës sot përmbledhen në një institucion që është Bashkia e Lezhës. Këto do të kishin qenë të shpërndara dhe ne e dimë shumë mirë performancën që kanë pasur secila prej tyre. Të paktën këtu të them për Lezhën që kam qenë edhe kompetent dhe kam ndjek. Përveç Lezhës, se ti e njeh shumë mirë edhe ke qenë edhe drejtues nivelit lart, dalim përtej. Cila kanë qenë bashkitë ose me zona që kanë patur performancën më të mirë dhe cilat me performancën më të keqe? Nëse mund thuhet, po besoj kjo nuk është sekret se statistikat janë aty. Jo, statistikisht bashkitë e vogla normalisht që kanë pas një performancë diçka më të dobët sa i përket pjesës ekonomike dhe financiare, pavarësisht se ka pas edhe bashki të tjera të cilat pastaj kanë pasur një performancë ndoshta kjo lidhet edhe me pozicionin gjeografik të bashkive. Kryesisht bashkitë bregdetare kanë qenë bashkitë më të shnoshta ekonomikisht, kryesisht kryeqyteti, pastaj qendari është një njësi komplet tjetër dhe duhet të ketë një status komplet tjetër. Qytetet e mëdha po ashtu. Pra praktikisht ndarja territoriale, nëse se e shohim në nivelin e organizimit, ka pas nevojë sepse u bën 10 vjet. Pas 10 vjetëve ne kemi nxorrën ca konkluzione. Pra, praktikisht këtu nuk bëhet fjalë që hajde të marremi, tulemi edhe të ndajmë hartën në 1, 2, 3, 4, 5 bashki sipas këtyre preferencave. Ajo çka është të nxjerrim që tek harta të shkojmë bazë treguesve që këto kanë. Edhe në fakt kjo ka ndodhur. Pra, qoftë niveli i pjekurisë së buxhetit, qoftë mundësitë atyre që kanë si buxhet, qoftë mundësitë tyre që kanë si kapacitetet njerëzore, qoftë mundësitë e tyre për të zhvilluar politika, qoftë mundësitë e tyre për të zhvilluar kapacitetet e veta. Pra praktikisht gjithë ajo që vjen në atë propozim për ndarjen territoriale vjen si pasojë e asaj e treguesve që vinë. Pra nuk është historia që hajde bëjmë një hartë tash se duam ne ta bëjmë hartë. Pra është në bazë performance. Patjetër që është në bazë performance, por është edhe diçka tjetër. Për shembull kishim rastin e para pak ditëve kishim rastin e një diskutimi, unë vi nga Qarku i Lezhës, që ishte për pjesën e Mirditës. Në Lezhë është Bashkia e Mirditës,